Cili është ushqimi që porositin mas shumë të konsumatorët në Kosovë ose në Shqipni, a dallon kjo? Do thoja që është e njëjtë, po jo vetëm Shqipëri dhe Kosovë, globalisht janë burgerat. Do më tha njerëzit konsumojnë mas shumë të burger. Njerëzit vdesin për burgera edhe sidomos në Kosovë, duhet ta them, janë shumë të mira. Dhe më thënë, në gjitha vendet që kam porosit, kam dalë shumë i kënaqur, kam pëlqyer shumë. Mendoj që janë tek pjesa e burgerave, janë tek pjesa e ushqimit shpejt, pra fast foodit, burgera, pizza. Kjo është, por patjetër që është edhe pjesa e restoranteve që është goxha e zhvilluar. Pjesa e ushqimeve të shtëpisë, po themi. Gjellrave. E gjellrave, sepse normalisht jo çdo ditë do hash fast food, ka nevojë një jota edhe diçka prej shtëpisë. Kështu që varion, por pjesa e burgerave, pizzave do thosha që është pjesa që është më e preferuar prej klientëve. E sidomos prej rinisë Gili, që është pjesa më e madhe e konsumatorëve tonë.